E udhëzime që Allah i ka sjellë, çka thojnë? Ulal akhiratu khairun laka min al-ula. Se ahireti për ty është më i mirë se e para, pa krahasimisht. Sa do kohë të me punu, më angazhu, po, më avancu, me fitu, sa të mush, e vërtet është. Punani, angazhoni, fitani, ngrituni, shkollohuni, arsimohuni, përparani, kjo është e pakontestueshme. Mirë po, ahiretin më sopni. Se nëse u pa ahiretin, në emër të avancimit, kur është kjo vopë? Absolutisht. Andaj, ruje ahiretin se që është jeta, që është përjetësia, që është rasia rala. E kur kjo bëhet breng dominante që e organizon jetën dhe i përsakton prioritetet, edhe lutja është, o Allah, majmë stabil në këtë breng, mos të që breng e dunjas e saktuar të ma largon këtë breng të ahiretit, është sigurisht se po funksionon mirë, mendimi mirë me përpjekjet për të qenë stabil edhe për të qenë i qërushur në rrugën e Allahut Azza wa